Dje papritur ndërroi jetë pishtari i arsimit Abedim Ballazhi, i cili ishte edhe drejtues i shkollës së parë në këtë troje Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Shërbic. I ndjeri sot u përcoll për në banesën e fundit nga familjarët dhe miqtë e tij. Papritmas në fshatin Shërbic ndërroi jetë një intelektual, profesor dhe një herë drejtor vite me radh në shkollën më të vjetër shqipe në këtë troje Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Abedim Ballazhi. I ndjeri ka lindur më 26 korrik të vitit 1956. Shkollimin e lartë ka kryer në Katedrën e Gjuhës Shqipe në Shkup. Një periudhë punoi si mësimdhënës në Shkup, ku më pas u kthye në vendlindje dhe ka punuar mbi 25 vite si mësimdhënës, ndërsa 14 vitet e fundit si drejtor i shkollës fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu në fshatin Shërbic. Abedini vjen nga një familje intelektualesh, me që edhe babai i tij ishte njëri ndër veprimtarët e arsimit, Daud Ballazhi. Tradita e tyre për të qenë një familje intelektuale ka vazhduar edhe më tej, ku 2 fëmijët e Abedinit, Fatosi dhe Sihana, janë shumë të shquar në sferat ku ata punojnë. Abedim Ballazhi do të mbetet në kujtesën tonë për urtësinë e tij dhe sjelljen mjaft korrekte ndaj kolegëve, ndërkohë që ai si drejtori i shkollës me sukses ka menaxhuar këtë institucion arsimor, i cili institucion është njëri nga të paktët institucione që ka punuar pa borxhe, falu udhëheqjes së suksesshme të ndjerit Abedim Ballazhi. Për t'i dhënë lamtumirën e fundit përveç familjarëve, kishte edhe kolegë dhe shumë qytetarë të tjerë, të cilët e përcollën për në banesën e fundit. Për veprën e tij dhe periudhat e suksesshme në sferën e arsimit, foli pra të pranishmëve kolegu dhe bashkëvendasi i tij, Nexhat Mehmedi, i cili tha: Të nderuar familjar, miq, dashamir, kolegë dhe nxënës të ndjerit Abedim Ballazhi. Askush se priste që sot të bohemi për të dhënë lamtumirën e fundit i nderuari dhe shumë i respektuari drejtor Abedim. Në kohën kur ne prisnim që nga e hëna me përkrahjen e kryetarit të komunës së Kërçovës të nisje sullatimin e godinës së vdekjes, godinës së vjetër, vdekja e papritur ndërpreu hovin tënd dhe kolegët e punës i le me lot në sy e zemër të përvluar. Në momentin kur djali yt Fatosi dhe vajza Sihana pa durim pristin ditën kur ti do të festoje ditëlindjen tënde të 61, ti ke papritur dhe befas duke i lënë me dhimbje të thellë. Ne kolegët e tu të mbajmë mend dhe vite me radhë do të flasim për personalitetin, shembulltyrën dhe modestinë tënde. Asnjëherë se ngritë zërin, por me fjalë, miradije, urtësie, mençurie dhe shembull konkret, i bindje edhe atë që s'deshe të bindej. Abedim Ballazhi rrjedh për një familje fshatare të varfër, por bujare dhe arsimdashëse. Lindi më 26 korrik të vitit 1956 në fshatin Shërbic. Shkollimi fillor e kreu në vendlindje, kurse më pas do të vijojë mësimet në shkollën e mesme të qytetit të Kërçovës. Pas mbarimit të saj, në vitin 1975, regjistrohet në Fakultetin Filologjik të Shkupit, dega Gjuhë dhe Letërsi Shqipe. Kushtet e vështira ekonomike të asaj kohe ndikuan që Abedini përpos studimeve të angazhohet edhe si mësues në fshatrat Draçevic dhe Paliçar të Shkupit, ku të punoi një kohë të shkurtër. Pas kryerjes së fakultetit në vitet e 80-ta, emërohet profesor në shkollën fillore Milton Gura të fshatit Strelës. Dhe më pas, gjatë vitit 1982, emërohet profesor në vendlinjen e tij të dashur në shkollën fillore Liria. Kjo është periudha kur profesor Abedini dha kontribut të veçantë në edukimin dhe arsimimin e brezave të rinj, të cilët do ta mbajnë mend dhe do ta kujtojnë si mësues, pedagog dhe prind të dytë, i cili ishte në shërbim të tyre për një armëri më të mirë, më të lumtur e më të gëzuar. Në punën e tij të palodhshme si profesor, dallohej edhe në organizimin dhe mbajtjen e garave komunale dhe republikane të gjuhës shqipe, në të cilat gara nxënësit e kësaj shkolle merrnin vendet e para si në ato komunale dhe republikane. Në vitin 2003, Abedini emërohet drejtori i kësaj shkolle, ku kryen një mori aktivitetesh si rregullimin e oborrit të shkollës, fushës sportive,
ndërtimit e kulmit të godinës së vjetër, instalimit të rrymës, kontributin në projektin Eko Shkollë e tjerë, ku të gjitha këto projekte i ndjeri Abedin do t'i kryente deri në ditën e djeshme, kur vdekja hershme ja ndërpreu të gjitha këto. I nderuar Abedin, ti kur nuk deshe që kolegët e punës të të thirrin me emrin drejtor. Kënaqësia, gëzimi dhe vojtësia yte ishte kur të thirrnin me emrin babai doktor Fatosit. E sot, vdekja e papritur dhe e kopshme na pengosi të gjithëve, e sidomos familjen tënde. Në momentin kur ditët para pensionit i kaloje i lumtur dhe me ngrohtësi familjare, vdekja të ndau e na le neve të flasim për ty që të mbetesh i paharruar në mesin tonë, si arsimtar i shkëlqyer, shok i vëshëm dhe këshilltar e drejtor në kolektiv. Me siguri do të kujtojmë ne familja, shokët e sidomos nxënësit dhe gjeneratat që nxorën ti. Të përlotur që ndrojmë para arkivolit tonë, me përshëndetjen e fundit, të qoftë dhe u i lehtë dhe Zoti të shpërbleft me xhenet, kurse familjes suaj urajo dhe zemër të fortë. Lavdi. Ndryshe, shkolla fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në orët e paraditës mbajtën mbledhjen e parë pa drejtuesin e tyre. Mbledhje kjo, e cila ju kushtua humbjes së drejtorit, mësuesit dhe pishtarit të gjuhës së shqipe Abedin Ballazhit. Në mbledhje mes tjera tha se ky do të jetë një shembulltyr dhe udhëfyes për gjeneratat e ardhshme. Ne si kolektiv humbën njeriu, i cili na mbështeti në rrugën e tij që kishte si udhëheqës, u tha mes tjerash në këtë mbledhje komemorative.